Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Se për çka shkojmë në haqë, përse e bojmë tawafin, sajin, namazin dhe ibadetet, obligime tjera fetare, ma mërmenja se të gjithë e dime. Andaj shpjegimi i sëndshëm këto nuk është pse i kryejmë namazet. Përgjigja, sepse na obligon Zoti, nëpërmes Kur'anit dhe pejgamberit të tij, alayhi salatu wassalam. Këto po dua me shpjegue diçka ma thellë se kaq, nëse ja arrij. Çfarë simbolizojnë këto rituale, farze, obligime, ibadete me të cilat neve na obligon Allahu? Çka fshihet pas tyne? Mos thëmë me këtë zhargonin mediatik që ka marrë dhenë, çfarë janë prapaskenat e obligimeve, ibadeteve, farzeve, vajibeve me të cilat neve na obligon Allahu? Çfarë simbolizojnë? Çfarë don të thojnë? Pse i bëjmë ato në mënyrën siç i bëjmë dhe në mënyrën siç jemi të obliguar? Më sakt, sante, do të mundohem me e shpjegue fjalën simbolik, simboli, së cilës dietarët, hoxhallarët bajagi i frikohen. Jo pse s'din me e shpjegue, Zoti mos thashtë ta themën e këtë fjalë, jo pse niveli nuk është për me i shpjegue në asnjë mënyrë, kemi hoxhallar të fortë, në mesin tonë kemi dietar të shquar, shumë të shquar që i kanë trajtu këtë tema përgjatë zhvillimit historik të mendimit islam, nga koha e pejgamberit alayhi salatu wassalam e deri më sot. Por i frikohen, po them, për shkak të përmbajtjes që ka, për shkak të akustikës e cila vije në veshin e dëgjuesit. E megjithatë, unë sonde po e shpjegoj simbolikën për të ardhur në mesazhin që dua ta përçoj deri tek ju. Një mesazh shumë domethënës, i nxjerr nga një prej ritualeve apo ibadeteve me të cilat neve na obligon Allahu i Madhreshëm. Fjala simbol, simbolik, është fjalë greke, symbolon, që don të thotë shenjë, diçka që bashkon dy kuptime, apo sembolon, don të thotë diçka çka thuhet nëpërmes saj e që në esencë e është diçka ndryshe. Në gjuhën arabe, fjala simbolik shprehet nëpërmes dy termeve, dhe që të dyjat kanë të bëjnë me Kur'anin. Fjala e parë që përfaqëson apo manifeston simbolin, simbolikën në islam është fjala aje, ajeti i Kur'anit, dhe e dyta gjithashtu e nxjerr nga Kur'ani është fjala mithal, mesele, që e përdorim ne në zhargonin ton popullor. Mithal dhe ajet janë dy fjalë sinonime në gjuhën arabe kur'anore që don të thonë simbol apo shenjë. Në filozofi dhe gjuhë, fjala simbol nënkupton një shenjë e jashtme, pra, që përfaqëson realitetin e brendshëm, metafizik apo shpirtëror të një gjëje. Pra, simbolika është gjuha e shenjave që tregojnë diçka më të thellë se sa ajo që shihet.
Ajo që dua ta shpjegoj këto, nuk është kuptimi etimologjik, gjuhësor e as filozofik i fjalës simbol. Por pikërisht dua ta trajtoj dhe ndaj me ju këtë kuptimin fetar islam të kësaj fjale. Dhe në fund do ta kuptoni se përse e trajtoj këtë temë që ka mujt me nisën që aty ka gjysa e tutje, por që e shfrytëzova momentin ta sqaroj edhe këtë që ta mësojmë së bashku të gjithë. Çfarë roli ka simbolika në fe? Miq, a ju ka shumë menja me vetë nëjherë? A ka simbole në Kur'an? Apo ajo që thuhet qashtu është? Kur përmendet fjala shexhere, trungu, pema, a ka fjalën Zoti veç për qatë pem për të cilën flet në atë moment, apo në përmes fjales shexhere, dënë të tregoj diçka më thellë dhe më gjerë dhe më përmbajtjesor se sa vetëm fjala trung apo pem. Pra, roli i simbolikës në fe, sikur në të gjitha fe tjera, është simbolika ura ndërmjet botës materiale dhe botës shpirtërore. Simbolika i jep formë të dukshme asaj që është e padukshme. Për shembull, në krishterim, në fen e krishter, uji që përdoret tek pagëzimi, e ke pat legenin aty e qesin. Uji në pagëzim, në krishterim, simbolizon pastrimin shpirtnor. Sikur në Kur'an, Elem nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. E kemi hek prej gjoksit tën atë që është që pengon atë që tyje do të vije si shpallje. Po i thët Zoti pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra edhe uji në krishterim dënë të thët apo simbolizon pastrimin shpirtnor të njeriut i cili po pagëzohet në atë momente. Ose fjala drita e diellit, drita e lampave elektrike. Në shumë tradita e fe simbolizon diturin hyjnore. Drita e Allahut, edhe në gjuhën, edhe në fen islame, drita e Allahut e ka përquate, drita e Allahut e ka ndriçue. Drita në fe pra simbolizon diturin hyjnore, e cila i vjen nga Zoti një personit të caktuar. Tjetra, fjala kurban, dhahije, ose sakrifica, simbolizon nënshtrimin e një personi ndaj Zotit. Në këtë kuptim, simbolika është mjeti i komunikimit midis njeriut dhe të shenjtës, asaj që i beson. Në nështrim ndaj Zotit, kur po them, kujtojeni me njëherë jo sakrificën e Ibrahimit a.s. i cili djalin e tij dën të bëj kurban për hir të Allahut të Madhërisëm. Tash, apet po e bëj pyetjen. Rasti i Ibrahimit, nëse merret vetëm si rast i izoluar, emnin, bjemnin, vendi, emni fëmijët, Ismaili a.s., ai tjetri atë, nëse vetëm kaq e kuptojmë ne, edhe me kaq mbaron puna, ta dini se është kuptim jo i mjaftueshëm. I plotësuar del kur nxjerret simbolika apo mesazhi i brendshëm i atij veprimi për ta kuptuar realitetin e jashtëm. Një sqarim shtesë këto, fjala
metafor. Është e qasaj kategorie gjuhësore si simbolike e sene, por metafora në gjuhën arabe quhet mejaz. Metafora në mes dy objekteve bëhet krahasimi sene, ajo është diçka tjetër. Ne jemi të folë për fjalen ajet dhe fjalen mithal, apo simbolikën në islam. Megjithë që, të nderuar, simbolika ose fjala ajet është e pranishme në Kur'an, edhe kjo fjalë përmendet diçka mbi 380 vende në Kur'an. Megjithë që përmendet edhe në shumë hadithet të pejgamberit, fjala aje këto asnjëherë nuk është qëllim në vete. Nuk është tërësia, të thuhet dhe aty të përfundon mesazhi. Por është shenjë që tyje të orienton drejt Zotit, jo zëvendësim i Zotit. Nëse themi se fjala ajet është kuptim në vete, atëre jemi të thonë se është zëvendësim i Zotit. Por nëse themi se fjala ajet, shenjë, simbol, shenjat në rrugë, apo simbolet në rrugë, nëse kuptojmë dhe e pranojmë edhe si shenjë, pra si simbol, se që ky ajet të qënë drejt e Zoti, atëherë ne kemi arrit me e kuptue kuptimin edhe etimologjik, edhe terminologjik, përmbajtjesor dhe formal të jashtëm të fjales ajet. Fjala ajet, e kam thonë ma shumë se njëherë, e shose dohet me thonën apet, fjala ajet të nderuar, jo që po më dëgjoni dhe ata të cilët mund të dëgjojnë prej juve më pastaj. Fjala ajet nuk guxon të përkthehet varg, ajetet kuranore ose vargjet kuranore. Ata të cilët e përdorin fjalen varg si përkthim i fjales ajet, tregojnë se ose nuk e kuptojnë gjuhën arabe, thelbin e kësaj fjale, përmbajtjen e kësaj fjale, domethënien e kësaj fjale, ose mundohen që në përmes përdorimit të fjales varg ta shpërfaqen një, ta them, shqiptarizëm të rrajshëm në këtë vak, në këtë rast. Sepse vargu është rresht i një poezie, teksa po flasim për gjuhën, se varg përdoret edhe në shumë vendet e tjera, por varg është një rresht i një poezie, kuptimi të cilët është i përfunduar aty çka e thot dhe çka e nënkupton ai rresht i asaj poezie. Ndërsa fjala aje ose mithal, po në këtë rast fjala aje, ajet në Kur'an dënë të thëtë shumë më shumë se sa vetëm ajo që e lexojmë si varg, të cilën jo gabimisht po e quani dhe mos e quani. Unë nuk kam fuqi ekzekutive me ndalue njeriun, mos e thuj këto, sidomos hoxhallarët në xhamia, ata që flasin në emën të islamit, në asnjë mënyrë nuk guxojnë me e përdor fjalen varg, mos thonë e kanë të ndaluar nga perspektiva kuranore, islame, me i thonë varg. Leja ajet, vlavjem. Ajet se ajetin në kuptan shumë mirë. Unë e kam thënë edhe përpara, jam partizan i nevojës dhe detyrueshëm i përdorimit të teksteve origjinale, ashtu siç janë. Ajet, hadith, pastaj Kur'an, pastaj sure, pse pjethu kaptin vlla. Sura është e Kur'anit. Suar, Kur'ani e quhen suar. Dhe nëse shikuesit aty nuk të kuptojnë, lexuesit nuk kuptojnë, përdore shpjegimin përgjatë fjales dhe përdore fusnotën përgjatë shkrimit dhe shpregojave. Sikur mu ka një po mpysin
unë e di se shumë herë në mënyrë tendencioze pse nuk po fol shqip, pse nuk po del I kuptueshëm. Këta viç një qmendër ose një poshtër mundet me thonë. 50 minuta video, 48 minuta flas shqip. Ndonjëherë ndonjë term në gjuhën arabe, në gjuhën turke, në gjuhën angleze, me një gjuhë tjetër, gjermane, e përdori, a kupton, për te të qenurit, larg ati debatit akademik. Këto kërkesa e shpërfaqin atë islamofobin të quaj, atë idiotizmin e njerëzve që mundohen një video, apo një ligjerat timën, apo një studim të dikujt, me e diskreditue për shkak se ti përdor terme originale teksa I shpjegon gjanat. Gjithsesi, kolegë të mi, dhe ju të gjithë, terminologjit islame, sidomos terminologjit islame, përdorni vetëm në gjuhën originale, sepse është terminologji, nuk ka fjalë etimologjike gjosore. Nejse. Fjala ajet, sikur që është, ajo shka lexohet aty, shenjë e Zotit, ajet Kurani e quan edhe shenjë në natyrë, rënjen e shiut, qiejt, tokën, çka ka mes qiejve dhe tokës, fara që bin, zhvillimi, jeta, vdekja, gjinia, ngjyra, gjuhët, racat, kombet, popujt, ligjet e natyres, ligjet e historisë, ligjet e kësaj në gjuhën arabe, kur anore sidomos quhen ajet, shenja, ajete. Atëherë pse s'po I thu edhe atje, kur po fol për shembull ligjin e dytë të dinamikës, me thënë vargu I dytë I dinamikës. Sepse ajo është një shenjë e Zotit, një ligj nga ligjshmëria totale e Zotit në natyrë. Në sure El Imran, ajeti 190 thot, po e përdori këtë ajet si përforcim të kësaj që e shpjegova deri më tani, ajeti thot, inne fi khalqis samawati wal ardi, wa ikhtilafi l-lejli wa n-nahari, la ajatun li ulil albab. Në krijimin e qiejve, në mënyrën se si është krijuar toka, pastaj në ndrrimin e natës në ditë dhe ditës në natë, në krijimin e natës, proces natyror, ajet I Allahut, dhe në krijimin e ditës, la ayat, ka shenja, ajete li ulil albab, për ata që kanë tru, për ata që dojnë me pa, për ata që kanë arsye të shëndosh. Edhe për ata të cilët qëllim shumë herë, nga njerë nga mosdia, nga njerë nga budalakia patriotike, insistojnë që ajetet t'i quajnë vargje, nuk janë vargje. Pra, këtu fjala ajet po përdoret le ajet, janë shenja të Zotit, krimi I tokës, e I qiejve, e I hanës, e I diellit, e I ditës, e I natës, e sene. Andaj, une nuk kam përtu një 2-3 herë për para, me e përmend përkthimin e Kur'anit nga Sherif Efendi Ahmeti, profesor I imi ka qenë. Atëherë, në kohën kur baba jam, abeja jam, e udhëheqte Bashkësinë Islame të Kosovës, 1980-1990 për 2 mandate. Insistim, dëshirë andër e abejes ka qenë që më në fund të I dhurohet kombit shqiptar Kur'ani në gjuhën shqipe. Përveç përkthimit të Fetim Mehdiut, që e bën kryesia e Bashkësisë Islame
me kërkesë fillimisht, me nxitje, me stimulim dhe me nënshkrim të abejes, batohet përkthimi i parë dhe gjithashtu me të njëjtat këto që i përmenda edhe me Haxhi Sherif Efendi Ahmetin. Në atë Kur'an janë parathonjet e babës, Jetish Efendi Bajrami, Haxhi Jetish Efendi Bajrami, e shkruan një fjali të cilën unë kur nuk e kam harruar dhe shumë herë e përmendi. Thot aty në parathonjen e Kur'anit të Haxhi Sherif Efendi Ahmetit, Kur'ani është natyra që flet, ndërsa natyra është Kur'ani që hesht. Fjali historike, fjali filozofike, fjali shumë e thellë. Dhe pikërisht kjo fjali është ajo që unë po dua ta them këto tek fjala simbol, tek fjala ajet, se Kur'ani si gjuhë, si germ, si rresht, si ajet, si tërsi, si mushaf në letër, është vetë natyra, për kësaj radhe që flet Kur'ani, e thomi me gojë, ndërsa natyra, çdo gjë që ekziston përveç Allahut, el alem, në gjuhën arabe natyra, ekzistenca, përkufizohet si kullu ma siwa Allah, çdo gjë përveç Zotit, ekzistenca është, domethënë Kur'ani që hesht, nuk flet, nuk lexohet sikur që ne e lexojmë Kur'anin. Në mendimin fetar, islam dhe filozofik, islam simbolika zë një vend thelbësor. Dhe ajo është si një bashkë midis botës së padukshme dhe botës së dukshme materiale. Pra simbolika është ura midis botës së dukshme materiale dhe realitetit të padukshëm shpirtnor. I lidh këto dyja. Sipas ajeteve kuranore dhe haditheve të pejgamberit, e deri tek filozofia islame dhe mistika islame, shprehet bindshëm në të gjitha këto periudha dhe këto shtylla të islamit si fe, kulturë dhe civilizim, shprehet bindshëm se çdo gjë në krijim bart me veten një kuptim më të thellë se sa forma e jashtme e saj. Mendoj se isha i qartë me këtë fjalin e fundit, mos ta përsëriti. Çdo ajet i Kur'anit dhe çdo element i krijimit në islam quhet ajet. Do me thonë simbol ose shenjë që që tyje të drejton drejt Zotit. Edhe leximi i Kur'anit të ofron tek Allahu, edhe leximi i natyrës njëjtë të ofron tek Allahu. Leximi i natyrës nëpërmes studimit të saj, vrojtimit të saj, zbulimit të saj, trajtimit të saj, përdorimit të saj, për të mirën tënde si njerëse, për këtë arsye krijohet ekzistenca, për të shërbyer njeriut që është zëvendësi i Zotit në tokë. Pra, derisa e lexojmë natyrën dhe derisa e lexojmë Kur'anin, neve çeto ajete të dy anshme, fizike që e shohim dhe shpirtërore, teksa e lexojmë, na ofrojnë tek Allahu. Pra, ajeti ose simboli në gjuhë e thamë se çka është, në fen islame, filozofin islame, në mistikën islame është ura, lidhja apo rruga që duke e vrojtuar, ndje, studiuar tyje, të ofron tek Allahu i Madhreshëm. Çdo ajet i Kur'anit është shenjë dhe simbol i të vërtetës hyjnore, të vërtetës ilahie.
Kurani vetë është një struktur simbolike, një struktur që përmban në vete mesazhe shumë më të thella se sa veç ato që i lexojmë në shikim të parë. Simbolika miq, el mithal, el aje, është gjuha që diçka e bën të përjeqme. Simbolika pra është qelsi, aleti, ajeti, gjuha, përmbajtja që Kur'anin, përveç të tjerave, e bën të përjetshëm. Një simbol, një mesele, një mithal, qysh është thonë para 1000 vjete, para 10.000 vjete, para 5 milion vjete, thuhet edhe pas 5 milion vjete, sepse simbolika është përmbajtja e brendshme, apo ura që e lidh të jashtmen me atë që është esenciale e brendshme shpirtërore. Tazam për shembull, thash në fillim, puna e ibadeteve. Na e dim për shka i bojmë, sepse na ka urdhëruar Zoti. Por neve po na intereson këto, me izën e Zotit, me ditë se çfarë simbolizojnë adetet. Haxhi, tazami. Haxhi. Me shkue në haxhillak, me krye haxhillakin. Në rregull, ka thonë Zoti, hajdeni. Në tavaf, hajdeni në Arafat. Andaj haxhit thonë lebejk, lebejk, ja ku të erdhëm o Zot. Në rregull, ja ku i shkuam Allahut në haxh. Çka me bo me neve? Çfarë simbolizon kjo? Simbolizon tubimin gjithë botnor të muslimanëve në një vend të caktuar, në një kohë të caktuar, me një mesazh të caktuar. Pra që ky ajeti, simboli, simbolika, do me thënja e brendshme dhe e thellë e shkuarjes në haxh, për të i të qenurit përgjigje ndaj ftesës së Zotit, kryen e haxhin simbolizon organizimin gjithë botnor musliman, që muslimanët të shkojnë në një vend dhe t'i thojnë Allahut, lebejk ja Allah, ja ku të kemi ardhë, lebejk, neve na ke në dispozicion. E pastaj, khalifja, kryetari i unionit të dietarëve muslimane e kësaje 100 organizata, janë e asnjana nuk është e kry punën si dohet, ata më pastaj ta kryen obligimin për cilën thirrën, e kanë thirrjen, që të flitet atje për problemet e muslimanëve prej kësaj kohe në kohën tjetër, që t'i bihet në sejdë Zotit, që të vizitohen ato vende, të cilat i ka vizitu e ka jetu në to pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra, përderisa ne një ajet e lexojmë me 40 germa, edhe qaq e lami që aty, i bie njëjtë sikur ne të shkojmë në haxh, ta bojmë një turizëm haxhi apo umre, dhe vetëm brenda kësaj fjalie ne të kthehemi edhe u kry puna. Por jo, miq, është shumë më thellë se që kaq. Roli i haxhit pra është tubimi atje, frymëzimi atje, marrja e energjisë hyjnore atje, dhe ne më pastaj ta shpenzojmë apo ta vëmë në praktik, në shfrytëzim atë energji hyjnore të haxhit në jetën tonë të përditshme. Për këtë arsye kam thënë se haxhi fillon ditën kur kthehesh prej haxhillakit në Prishtinë ose në Tiranë. Prej që aty fillon haxhi. Sikur që fillon namazi masi t'jepsh selam e dalsh prej xhamijes, njëjtë sikur edhe Ramazani fillon ditën e Bajramit. Se sa kalon të ti të esir ndikim në jetën tënde çaj muaj i Ramazanit, dhe si e shfrytëzon pastaj ti qatë energji, qatë solidaritet, qatë sakrificë, qatë uri, qatë ftesë në iftari, iftuar në iftar, pritjen para iftarit, me gëzim
të e priten ezanin Allahu Ekber, me gzim të e pije supën e hurmën e me familje kur t'i pash fëmijët e to. Mundohu vllavi jem një fëmijë 7 vjeçar, 8, gjithë ditën leje pa ushqim. Men t'i qetë. Në Ramazan, men t'i qetë pse nuk e qenë syfër. Fëmija 7 vjeçar, edhe ulleshti me një fëmijë 8 vjeçar, 9 në sofër, me tjetin 12-13 vjetë, me bashortën, me ato, e pret iftarin. Pra, simbolika që nxirret nga qajo sofër e iftarit, nga qajo Ramazan, qajo energji pozitive, qajo dashuri familjare, miqësore, me njerëz, me krejt, ajo do të vazhdoj më tutje. Njëjtë kështu edhe tavafi. Meq, rotullimi rreth Qabës, e dini, simbolizon ekzistencën e Zotit si qender ku çdo gjë sillet rreth tij. Këta në mistik, halvetit të Romiu e sene, ke po të shqibojnë ato siljet, këta sufit, shqibojnë ato siljet, në fakt janë simbolika të qëti tavafit që ne e bojmë kur shkojmë në haqë. Tjetra, ihrami, veshje atyre veshjeve të bardha, simbolizon barazin e njerëzve para Zotit dhe zhveshja e egove. Aty s'ka ma mret e rob, aty s'ka ma, aty e ke pa kejt bardhjan, meq, madhështia, madhështi e bën simbolika e qasaj, se as nuk e një cilë mbreti i Saudis, as i Jordanis, as i Skotlandës, as i Britanis nëse ka shku aty, as presidenti, as punëtori, as këshilltari, as robi, as i liri, krejt janë njëjt, vesh në ftyra mund është me i dalue. Pra, ihrami është simbolika e barazis së njerëzve para Zotit. Gjemerati, për shembull, gjuajtja e atyre goralecve në Mina, simbolizon refuzimin e së keqes, refuzimin e pasioneve të egra dhe të epsheve të tepruara. Pra, çdo akt është simbol i një realiteti shpirtëror më të lartë se sa që veç lexohet, shihet, bohet sene. Andaj, ka shumë njerëz të cilët jo vetëm Xhelaluddin Rumin, ose po edhe vetëm Ibn Arabian dhe poetët të tjerë i kritikojnë që ku ka thonë me një varg qështu, me një varg ka thonë qështu, me një strof, pas ka thonë Ibn Arabia qështu. Në Fususul Hikem ose o dashamir, gjuha poetike është gjuhë simbolike, është gjuhë në vete. Ajo rreshti, vargu në poezi dënë të thot diçka, nuk e thot tërsien e asaj që thuhet me 7-8 fjalë në një varg, të Mesnevia për shembull. Mesnevia do thot tërsia e asaj poemës së Xhelaluddin Rumit, të cilët këta kolos i kam edhe musafir dhe bashk udhëtar të mi në këtë bibliotekën time, sikur shumë të tjerë, dhe komunikoj me ta shpesh nëpërmes leximit të asaj që ata ma kanë shkrue 1000 vjetë përpara dhe ma kanë dhurue masanej nëpërmes librave të botuara. Pra, edhe tavafi, miq, edhe ihrami, edhe gjuajtja e goralecve simbolizojnë diçka. Dhe ajo që dua ta them këto, që është boshti i temës, është saji. Simbolika e sajit, miq. Kjo për mua është esenca. Saj në gjuhën
arabe, saj, dënë të thëtë përpjekje. Saj, dënë të thëtë përpjekje për me arrit qëllimin e diçkafit. Në Kur'an miq, e kom të shkruam qëto, nëse nuk e kom harrua, në Kur'an miq, Kur'ani në sure An-Najm, ajetit 36, 37 dhe 38, thojnë kështu. Wa an lejse lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Ajeti i 38, pastaj thumma yajzahu al-jazaa al-awfa. Strikt, miq. Wa an lejse lil insani illa ma sa'a. Ta dine, po thët Kur'ani. As gjas keni me marrë ma shumë, përveç asaj që keni bo përpjekje me e fitu. Me njerës. Mënyrat të tjera nuk ka. Vetëm me saj, me përpjekje. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dhe përpjekja e jote, ti që po më dëgjon, dhe e njerëzve në përgjithësi, sawfa yura, nuk shkon bash, ajo shihet, ajo regjistrohet në lauhin mahfudh, a në kitapët e Zotit, a në kitaben katibin, ato me lachet një knej, e 700.000 tjera për para e për masë çdo kund. Ato i shkruan historia veprat e tua të mira që i ke bo, dhe i shkruan kujtesa njerëzore edhe të liga që i ke bo. Pra ti je ai që e krijon vendin tënd, në shoqëri, në histori dhe në ditën e kiametit. Wa an lejse lil insani illa ma sa'a. Asgjë nuk ki me marë ma shumë, e as ma pak, e as ma ndryshe, përveç asaj që ti vetë ke bo përpjekje për me e realizue. Prandaj, këto, teksa po flasë për simbolikën, po du me undalë të që kë saj. Saj, pra, në Shqip, i bje përpjekje. Mu mundu me bo diçka në mënyrë serioze. Dhe, meq, shok, dashamir, a ju ka shkue mendja në i herë me pyt, sidomos jo që e keni kry haqen edhe umrën. Çka është puna që saj Safa wal Marwa? A i veni atje të qabja, që vrapojmë. Ka pak një vrapim të letë, ose një ecje të përshpejtuar. Pse me u bohe kjo? Po, Hazreti Haxheria ka nga për me marë uje, Hazreti Ismaili, djali i saj, kështu e Ibrahimi a.s. Ibrahimi a.s. e ka qitën atje me urdhre Zotit e sene, kneje, kurbanje, çkurbanje, po ben regull, që to pidime. Po, simbolika e qësaj. A imi të folë për simbolin, për ajetin, shenjen e Zotit në qëta. Ta shpo ju të regoj. Hazreti Haxheria vrapon 7 herë. Prej Safas, ku e le fëmijën, te i të Marwa, 360 metra është. 7 herë bojnë që aty nga 2800 metrave. Shkon edhe me lyp uj, sepse e lëshon Ismailin e vladin e vet pa uj, vrapon, ndoshta jashtë kontrole, nuk di se shka bën, sepse e ngazëllyer, e përlotur, me duat e Zoti, dhe çka është kryesorja të ky rast, me bindje të Zotit se ka me gjetë qare për evladin e vetë, për shkak se është u bo përpjekje me e gjetë qaren. Prej Safa vrapon të Marwa, pastaj kthehet, pastaj edhe një herë, kthehet, pastaj edhe një herë, dhe në të 7-ën herë
e dëgjon gugullimën e ujit që kishte boruar uji Zamzam, i burimi i ujit të këmbët e Ismailit. Mesazhi që nxirret këto, miq, nuk është forma interpretative si një film me paë, por neve, po na thot, imagjinojeni veten se jeni një nan, një prind, edhe po vraponi andej e këndej për një pik ujë për fëmijën tënd, për një kafshat buke për fëmijën tënd, po punon 6 ore, 8 ore, 10 ore, 12 orë, po punon për fëmijën tënd. Imagjinojeni veten në gjendjen e Hazreti Hajerës, gruas bashortës së Ibrahimit a.s. Dhe përderisa po punonte ajo, po bënte përpjekje, Ismaili ishte afër vdekjes nga uria, se ju kishin tha edhe zort, edhe gjyksi, edhe gjuha, edhe goja pa ujë, lemo pa ushqim. Dhe ajo me gjithë atë nuk ndalet të Ismaili aty, por vazhdon andej e këndej derisa Zoti ja bën me nasip se uji po rrjedh dhe ta ushqej fëmijën e saj. Hazreti Hajerja e shihte se s'ka ujë as këto e as atje, por vraponte për ta gjetë ujin, me besimin e saj të thellë në zemrën e vet, se me izën e Zotit, përderisa është të bo përpjekje, është të bo dua, është të e lutë Allahun, qarja ka me ju gjetën. Andaj, miq, simbolika e kësaj saj, e përpjekjes, është që njeriu do të bëj saj gjatë gjithë jetës. Saj si gjohet për zgjumit, saj në shkollë, saj në studime, saj në punë, saj në angazhimet të gjithë mbarshme, saj në suksese, edhe nëse ke deshtu herën e parë, kimeni sajin e dytë, edhe nëse kera herën e dytë, kimenis të tretën, edhe nëse kera të tretën, nuk po e gjanë zgjidhjen të katërtën, shpresën tek Allahu nuk guxon me hup në asnjë moment. Dhe angazhimin tënë fizik nuk guxon me ndal kur, shpirtin këto nuk guxon ti me e tendos, por do shpeqen la khaufun alejhim wala hum yahzanun. Kurani i përshkruan, ata të cilët besojnë bindshëm në Zotin, se ka me ju ndihmue, krahas angazhimit të tyre fizik, të vazhdueshëm, la khaufun alejhim wala hum yahzanun. Këta burrat botës as nuk friksohen më pastaj e as nuk tendosen nga dinamikat dhe problemet e jetës. Hazreti Hajerja është simbolika, është simboli më i mirë nëpërmes së cilës, ngjarjes së cilës Allahu Gjelle Shanuhu dhe Kurani Gjelle Shanuhu për te të qenurit varg, për te të qenurit ajet, për te të qenurit diçka që lezohet në formë simbolike, në formë mithalie, tyje po të thot se vazhdimisht në jetën tane dohet të bësh përpjekje. Ti, kur bën saj në jetën tande, fetarisht, kjo është shumë e rëndësishme, fetarisht, që shledzohet që kjo saji, kur bojmë në jetën tane, në jetën tonë, fetarisht, ne nuk bojmë saj që përpjekje që të arrim suksesin si të vetmuar, edhe atje me ngrit flamurin se une e bona. Jo, por besimtari, apo saji, apo përpjekja, për me i qakull najat e jetës, për me arrit të targetet, të sukseset e nevojshme dhe të dëshiruara, saji bëhet në atë mënyrë që ta sheh Allahu Gjelle Shanuhu, se ti po bën saj,
se ti po bën përpjekje e pastaj ai me caktimin e ti, në bazë të asaj sa ti ke bo përpjekje, ta jep edhe shpërblimin, të ofron deri te targeti, deri te qëllimi dhe të tjera. Hazreti Hatixha, kjo Haxherja, nuk u ndal derisa shpërtheu uji ndër këmbët e djalit të saj, Ismailit alayhis salam. Porosia e kësaj videoje nëpërmes shpjegimit të fjalës simbol apo simbolik është që duhet bërë përpjekje për aq sa mundemi kur pa u ndal. Dështojmë një herë si Hazreti Haxherja herën e dytë, herën e tretë, deri në herën e shtatë. Mos me i pasdal ujet në të shtatën, Haxherja kish me nga dhe 8-ën edhe 9-ën edhe 10-ën, po paja siguru ujen e vladit vet, nuk kishte me lanë kur. Sepse në përmes saj Kurani po jep mesazh se sa jukum përpjekjet e tuaja në jetë, prej kohës kur jo jeni të aftë të mendoni, e deri atë moment kur e jepni emanetin para Allahut, jo do të bëni saj dhe përpjekje për më mirë, përpjekje për ti arrit qëllimet tuaja, sepse ka një Allah që sheh kush bën përpjekje dhe i dhuron vetëm atij i cili bën përpjekje. Duaja e Hazreti Haxherës, nuk di, caktimi i Zotit, nuk besoj se do të plotësohej, ose do të bëhej kabul nëse ajo me ftyrë në zall, rër të shkretëtires, do të vajtonte dhe do t'i thonte Zotit, o Zot, o Zot, o Zot. Ka pesh duaja, e dijone, mos t'him në tanë, edhe ajo është e madrishme. Por duaja e Hazreti Haxherës bëhet, dëgjohet, drejt për drejti në veshën e Allahut, vetëm atëherë kur me djers, me punë, me vrapim nga Safa dhe Marwa, po bënte përpjekje për të gjetë një pikë ujë për evladin e vet, po i drejtohej Allahut me dua, bën ma kabul këte, më ndihmo djalin tim, dhe rezultati, suksesi që më pastaj i pa diskutueshëm. Uji të cilën neve na nevojitet në jetën tonë, targetet, qëllimet tona nuk mund të arrihen vetëm duke ndajt këmbkryq, me dur në xhepa apo në kokër shpinës dhe të bëjmë dua. Por nëpërmes aktivitetit të mbështetur në dashurinë, mëshirën, caktimin dhe vullnetin e Allahut, duajen së bashku me punën kur të mos ndalim. Ky është simboli apo domethënia e thellë dhe e realt e Safa wal Marwa, kur haxhit vrapojnë prej këtuhit prej Safa deri në Marwa. Deri në një video të radhës, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.